Pas vendimit të qeverisë e mbledhjen e radhës të Këshillit të Ministrave, kryeministri Sali Berisha do ta zhvillojë në Vlorë ashtu si 100 vjet më parë Ismail Qemali, ka reaguar Partia Socialiste. Deputeti socialist Eltar Deda nga qyteti Vlorës e ka cilësuar hipokrizi vendimin e kryeministrit Berisha. Sali Berisha nuk mund ta kopjoj dot Ismail Qemal Bej Vlorë, sepse ndahen me qëllimin e ekzistencës së qeverive. Shpallja e pavarësisë para 100 viteve dhe krijimi i qeverisë Ismail Qemal Bej Vlorës kishin qëllimin e vetëm bashkimin e troje të gjithë Shqipërisë, krijimin e shtetit shqiptar. Qeveria e Saliut deri tani ka treguar më së miri, sidomos këtë vitin e fundit, se ka vetëm një qëllim, që të ndajë shqiptarët në veri dhe në jug. Deputeti Deda ka vjuar akuzat ndaj qeverisë demokratike dhe kryeministrit të saj për arrest ndaj Vlorës dhe vlonjatëve, fakt që e dëshmojnë investimet për festën e pavarësisë në Vlorë. Ku ishit ju Sali, kur ne qytetarët e Vlorës ju kërkuam vëmendje për qytetin ton për këtë vit të jubileu të 100 të shtetit shqiptar? Ku ishit ju Sali, kur zëri ton si qytetar i bashkohej një kombitor në emër të pavarësisë? Ku ishit ju Sali, kur qytetarët e Vlorës hapën zëmrat dhe pritën gjithë kombin shqiptar atë ditën 100 vjetorit të pavarësisë, ku ata vlerësuan historinë, Vlorën si kryeqendra e Shqipërisë. Deputeti socialist ka theksuar se pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të zbehur festimet e 28 nëntorit në Vlorë, prania e mirë e shqiptarëve nga të gjitha trevat e ktheu Vlorën sipas deputetit Deda në kryeqendrën e shqiptarëve. Por pavarësisht akuzave, kryeministri Sali Berisha ka vendosur që mbledhjen e 4 dhjetorit të Këshillit të Ministrave ta zhvillojë në qytetin e Vlorës, ashtu si 100 vjet më parë qeveria e Ismail Qemalit.